në qendër të debatit çështjen e të drejtave të komunitetit LGBT, rolit të institucioneve dhe kufive mes edukimit profesional dhe vlerave shoqërore. Sot diskutojmë se çfarë qëndron pas kësaj nisme dhe pse ka shkaktuar kaq shumë polemika. Në studio kemi shkrimtarin Imer Topanica, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Gjithashtu psikologën Atifete Sylla, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Mirëmëngjes, kënaqësi. Si dhe kolegun tonë gazetar Agon Rexhefi, mirëmëngjes, mirë se erdhe, Agon. Kënaqësi, mirëmëngjes. Do të nisja pikërisht me Agonin për të na sqaruar më shumë se çfarë ishte ky njoftim dhe cilat ishin pak a shumë ato reagimet e para që erdhen edhe nga opinioni publik. Po, Gonxhe, atëherë javën që lam pas, Departamenti i Punës Sociale në kuadër të Fakultetit të Filozofisë të Universitetit të Prishtinës e ka lancu online Akademinë online për çështje LGBTIQ+, me që rast do të jetë një platformë ku sipas tyre ata që kanë diplomë punë sociale munden me mësu më shumë rreth çështjeve LGBTIQ+, po edhe qysh me u ças këtyre individëve. Kjo ka qenë një ndër aktivitetet të shumta që në fakt departamenti në fjalë ka bë publikisht në lidhje me komunitetin LGBTIQ+, duke pasur parasysh që ka pas edhe organizime viteve të tjera, dhe reagimet kanë qenë të shumta. Pse pikërisht tani ka shumë reagime, apo ka pas edhe në të kaluar, apo kjo është tjera po që reagimet janë më të mëdha? Me gjas reagimet janë më të mëdha, sepse Universiteti i Prishtinës, mos harrojmë, ka shënuar edhe javën e krenarisë para 2 viteve, duke ngritur edhe flamurin LGBT brenda rektoratit dhe brenda oborit të Universitetit të Prishtinës. Pra nuk është deklarata e parë, le të themi, ose deklarimi i parë publik i këtij institucioni. Çka ndodhet që shumë aktivistë, duke përfshirë edhe instanca të ndryshme të përfaqësimit të studentëve, si Parlamenti Studentor dhe disa individ që kanë pozita brenda këtij parlamenti, kanë reaguar të thonë që në fakt universiteti duhet të qenë neutral karshi çështjeve që munden me kriju ndoshta një polemik të re brenda shoqënisë. A duhet të jetë universiteti neutral karshi këtyre çështjeve? Pikërisht këtu qëndron thelbi i debatit, sepse liritë dhe të drejtat e njeriut, në këtë rast edhe të drejtat civile, janë të garantuara me ligjet dhe me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Mirë, po çështja është nëse një universitet publik po shndrohet në një ose po e rrudh aktivitetin e tij në një funksion të një organizate jo qeveritare. Patjetër që duhet këtë debat, patjetër që duhet të flasim për çështje dhe kategori të ndryshme sociale, mirë, po jo Universiteti i Prishtinës të shndrohet në një lloj funksionit të tillë. Qartë. A shndrohet Universiteti i Prishtinës në një OJC nëse merret me çështje të tilla? Dhe a konsideroni ju si psikologët që duhet të jenë më neutral karshi këtyre çështjeve që po zgjohin ka shumë ndoshta edhe polemika në shoqëri? Padyshim, jo më neutral, po mendoj neutral duhet jenë, për shkak se kjo është e drejt individuale, çdo individi cila është personale, është private, si orientimi seksual, si besimi, religioni, këto janë personale, janë private. Dhe nuk mendoj që hynë në punë në institucionet akademike. Përkundrazi, çfarë shkakton mendoj dëm edhe te ky komunitet, unë mendoj si është diskriminim, pse duhet të veçohet. Ata duhet të trajtohen njëjtë si të gjithë. Por a duhet si të trajtohen, sepse kjo, nëse s'gaboj, kjo është çështja që të mësojnë punëtorët socialë se si të sillen, si të qasën. Ata janë të njëjtë, më falë. Asa e kemi ku. Mu më duket absurde kjo. Për shkak se institucionet akademike, ajo nuk ka impact në arritjet e tyre intelektuale dhe akademike. Ata janë të njëjtë. Sikur them, a duhet t'i qasemi një religioni ose besimit saktum në mënyrë të ndryshme? Jo. Kjo është e gabueshme, përkundrazi unë thash, kjo është diskriminuese, edhe më vjen thjesht u habita kur e dëgjova për këtë platformë. Mendoj si institucionet, sidomos universiteti, i cili duhet ta mendoj dhe ta rimendoj këto iniciativa që marrin. Agon, sepse kemi provuar dhe pikërisht me këta persona që kanë marrë këto iniciativa t'i kemi në studio, fatkeqësisht nuk janë bashkuar për çështje të tyre personale, çështje kohe apo çfarë do qofshin ato, por e di që kanë dërguar disa sqarime. Ana sqaron më konkretisht se çfarë është kjo akademi profesionale për çështje LGBTQ+.
Patjetër që po. shkronjas. Patjetër që po, pra në shkurtimisht më ndajnë disa prej gjana, se shpjegimi është goxha i gjatë. Është një platformë online e krijuar për të forcuar kapacitete profesionale të punëtorëve social, profesionistëve të shërbimeve sociale, studentëve të diplomuar në punë sociale, në punën me raste që përfshin persona LGBT. Kurikula është zhvilluar mbi bazën e literaturës bashkëkohore shkencore, evidencave empirike dhe standardeve ndërkombëtare të profesionit të punës sociale. Përmbajtja reflekton parimet e të drejtave të njeriut, drejtësisë sociale dhe mos diskriminimit. Dhe gjithashtu ishte interesant që certifikimi përfundimtar nuk bazohet vetëm në përfundimin e moduleve online, por një proces të strukturuar të zhvillimit profesional që përfshin 3 faza ndërlidhura. Pra faza e parë që kryesisht përfshin mësimin online përmes moduleve të strukturuara që trajtojnë tematika si kuptimi i terminologjisë, sfidat, shëndeti mendor, refuzimi shoqëror të personave LGBT e të ngjashme. Faza 2 fokusohet në reflektimin dhe diskutimin profesional, ku do të asistojë një sesion takimi online me profesorin Njom Zallullaku dhe profesorin Rita Selimi, dhe faza e tretë përfshin praktikën e supervizuar profesionale, ku pjesëmarrësit angazhohen në aktivitete publike dhe praktike rreth punës në terren me raste LGBTQ+. A mund të më ndërhy? Po, gjithsesi. Patjetër që është në rregull nëse nuk i zhveçu ky grup i këtyne i shoqërisë. Po, grupet të cilat janë të marginalizuara në shoqërinë tonë, e gjë që nuk janë veç LGBT, po përfshihen grupet e marginalizuara, jo vetëm LGBT, për shkak se kjo është diskriminim. Kjo në vete është diskriminim, për arsye se i veçon. Ata nuk janë ndryshe dhe nuk duhet të ndihen ndryshe. Prandaj kjo si kurikul i zhdasht vetëm për grupe të cilat janë të diskriminuara ose janë të diskriminuara pa e cek LGBT. Për shkak se kjo me siguri do ndikojë negativisht edhe te vetë ky grup. Shumë të drejtë po e thekson psikologja në momentin kur ti e veçon si kategori ti fillon diskriminimin si institucion publik. Departamenti sociologjisë patjetër që është marrë edhe paraprakisht me këto studime. Mirë po, si të thuash, edhe njëherë po e thamë, nuk mund të arrudhësh universitetin publik në një aktivitet të një organizate jo qeveritare. Pse po ndodh kjo? E keni menduar, e keni diskutuar? Vendosni iniciativen në një kontekst pak më të gjerë. Unë ka vite që si kam vizituar ambientet e kampusit edhe të Universitetit Prishtinës. Mirë po jam shumë i sigur që në plot departamente toaletet nuk janë aq funksionale. S'po flasim për biblioteka, për laboratore edhe për çështje tjera. Nuk po flasim për një pjesë të profesorëve të cilët me shumë gjasë ndoshta edhe nuk i plotësojnë kriteret për të qenë aty mësimdhënës. Sepse një observim i thjeshtë mund të nxjerrë një konkluzion të tillë. Universiteti i Prishtinës sot renditet tepër poshtë në ranglistën e universiteteve. A nuk mendon që avancimet të tilla profesionale ndikojnë në shtancilësinë e punës si punëtor social? Si mund të ngritet cilësia nëse, domethënë, çështjet bazike nuk i ke rregulluar. Po nuk është përgjegjësi e departamentit, pra nësha interjeri i universitetit nuk është përgjegjësi e një departamenti. Ata janë akademik, mund të marrë në banjo. Një menaxhimi të përgjithshëm. Po dhe i departamentit, sepse po flas, mund t'i vizitoni bibliotekat, librarit, laboratorët. Kjo ndodhë që ndodhë në departamentin e gazetarisë, edhe aty në Shtetet Bashkuara të Amerikës unë punoj një pjesë të shkurtër të shkollë mëson për të gjitha grupe shoqërore se çish më qas. Ndoshta pajtojmë që në parem nuk ish dash mund specifiku një ose një lloj komunitet tjetër, por ne dina që nevojat e komunitetit LGBT nuk janë të njëjta si persona me aftësi të kufizuar, si komuniteti romash dhe egjiptian. Pra që shumë po e shoh vetë si një nismë për me lehtësura për timin dhe punën. E ke fjalën janë më të lehta, po... Kërkojnë tjetër lloj trajtimi, nuk muna me thonë që gjitha grupet e marginalizuar janë një pak, ose mas jemi të generalizu shumë dhe këndëroj që përvoja personave LGBT është ndryshe për një individi tjetër, është ndryshe ndaj një individ tjetër. Ata kërkojnë çdo të mos si ndryshe dhe pastaj ne ti shohim ndryshe. Ama kur kemi të bëjmë me raste, unë mendoj për shembull që për shokët akademi, ta zam një punëtor social, ta zam deri nesër ka me pas bëjmë me një fëmijë që është braktisë nga familja për shkak që është person transgjenor. Dhe konsideroj që kjo akademi mundet me ndihmu në çështje me çazë, që më qenë sa më të profesionist si punëtor social kur merren me këto raste. Pra nuk po e shoh domosdoshmërisht si qëndrim të Universitetit të Prishtinës, po e shoh si një mundësi të mu merr profesionalisht me të gjitha grupet. Sepse unë nuk di për shembull më çast një personi me autizëm sepse nuk kam pas punë me të njëjtit, dhe shkolla mu ish dashme më mësues si një punëtor social, çish më çast një personi me autizëm. Unë kështu po e kuptoj.
kjo është ajo çfarë unë dua të them. Ky është gabimi, mendoj si edhe neve shpesh me këto si duhet më u qasë ndryshe. Jo, nuk duhet më u qasë ndryshe. Është pjesë e shoqërisë e marginalizume si gjithë të tjerat si ceke. Kështu që nuk... Duhet kemi njohuri, sepse ju si psikologë keni kontakt. Patjetër, këto deshta me cek. Jo të gjithë. Patjetër, jo. Si qasën për shembull autizmi që është përmendi agoni, apo grupet atëherë, ku është problemi? Universitetet, edhe sidomos universitetin fjalë, ishtë dasht me kontribu në mënyrën edhe se si kanë qasje rreth shëndetit mendor. Për shkak se këto kategori, duke përfshi edhe të tjerat, zakonisht shpesh i hasim në vështirësi për shkak të atyre çfarë përjetojnë edhe ato çfarë e ndikon shoqëria. Shëndeti mendor. Pra ju po thani që është më imediate apo e rëndësishme çështja e shëndetit mendor se sa një trajnim i punëtorëve socialë se si cilën ndaj LGBT? Unë padyshim mendoj si shëndeti mendor, ju e dini shumë mirë si ka probleme jashtëzakonisht të mëdha. Dhe unë mendoj si do të merremi në bazë aditore me këtë çështje, sepse në vendet e zhvilluara e kanë pjesë të jetës. Patjetër, prandaj po them, ata duhet të kenë qasje. Kjo është problemi. Duhet të kenë qasje secili, jo vetëm këta. Po kjo duhet të jetë një farnisme e Ministrisë Shëndetësisë, ku secili individ, sidomos kjo pjesë e shoqënisë të ketë qasje tek profesionistë të shëndetit mendor. Dhe jo të kemi platforma të tilla ku e diskriminojnë një pjesë të shoqërisë, sepse kjo është diskriminim. Për mendimin tim, edhe ata të kësaj kategorie nuk do ndihen mirë kur do kemi në gjithë këtë debat, edhe do jenë, si të themi, si delja e zezë në shoqërinë tonë. Ju e keni hallin se si ndihen LGBT, kush është duke mësuar se si cilën ne nuk dim të sillemi me LGBT. Nuk di se si ti qasëm, ti qasëm kur çdo individi tjetër me mirësi. Ky është gabimi kryesor. Pse duhet na me pas një qasje ndryshe? Jo, unë nuk e di se si cilëm, prandaj atë shpjegoj si duhet të sillesh. A duhet të jem ndryshe ndaj tyre? Patjetër që jo. Ata kërkojnë që mos jemi ne ndryshe, ata kërkojnë që jenë si ne, e në fund prapë kërkojnë që ne cillemi ndryshe me ta. Jo, ata nuk kërkojnë mos sillë ndryshe, neve sillemi ndryshe. Prandaj neve duhet, sikur me gjithë të tjerët, të kemi një edukim të mirëfillt në sjelljen në raport me të krijuar kjo akademi për edukim. Unë nuk mendoj si është krijuar. Kjo së pari, nëse kish pas me rëndësi aq shumë edukimin, gjë që universitetin ka diçka tjetër, është më e rëndësishme, do me thonë, ato arritjet akademike dhe jo edukimi në thelb, por ajo çfarë kishin shumë e rëndësishme të ky universitet, që si platformë të ketë të trajtoj mirësjelljen atëherë. Atëherë mirësjelljen tek të gjithë dhe pranimi i tek të gjithëve këtyre grupeve. Kjo akademi? Nuk e di, me thonë drejtën, jo me habitne, për ndryshe, nëse ka probleme mënyrën neve që shqipranojmë të tjerët, atë ishtë dashtë neve në përgjësi të trajnohemi në mënyrën se si pranojmë të tjerët, në mënyrën se si sillemi me të tjerët, dhe jo vetëm me një grup të veçantë. Imer? Në qoftë se një farë mënyrë kësisoj po shtrohet problemi, sikur nuk ka ekzistuar kjo kategori për para kësaj platforme, atëherë pyetja shtrohet çfarë bën Departamenti i Sociologjisë ose departamentet relevante në kuadër të Universitetit Prishtinës. Studentët, nëse marrim prapë në një kontekst për më gjerë, dikur kanë qenë kategori, si me thanë, me shumë impakt në jetën publike. Ku janë ata sot? Ku është çështja e shumë profesioneve, diplomave që mirën edhe askund nuk harmonizohen me tregun e punës. Kjo është diskrepanca e madhe. Në këtë kontekst vihet theksi një agjende për fatkeq. Mendon që është në agjendë kjo? Po, ne nuk e kemi të kaluar një debat publik as në nivelin e, për shembull, legjislativ, as në nivel parlamenti. As këtu se kemi shtëruar debatin. Edhe nuk kemi mbri. Ligjet fundit i Kosovës janë të funksionojnë mbi bazën e principit të dygjinor. Dhe më thanë, asë në këtë nivel nuk e kemi të kaluar debatin. Pa nuk mendon që akademia do të më mundhesh të diskutime publike? Ishtë për vete ma me mendje dhe ma me dëshiri besojnë intelektuali se sa një personi popullor. Unë kam, si plot qytetarë të tjerë, kam drejt të shtroj pyetjen. Absolutisht. Në qoftë se
Departamenti i Sociologjisë nuk i pas ka kryer këto funksione deri më sot. Jo vetëm Departamenti i Sociologjisë, sepse kemi edhe Punës sociale, psikologjisë. Po, sigurisht. Nëse nuk i kanë kryer këto departamente, këto funksione, atëherë për çka duhet Universiteti i Prishtinës të lidhet me një platformë? Kjo është një akademi që është e qasme për kënd ka interesim. E lexova. Nuk mendoj që mundet me qenë, sepse në rast që ishim punu për secilin student, atëherë kishim mujt me diskutu, edhe nësha me vënë në pikpyetje se çka po ofron sot Universiteti i Prishtinës. Por është një akademi kryesisht për punëtorë social të diplomuar që janë në teren, edhe për studentë të diplomuar. Pra, sepse me çfarë sa lexova dhe me çfarë sa mora shpjegim, se është e qasme dhe informata online, ata që nuk janë të diplomuar nuk mundën mu certifiku që e kanë kryer këtë trajnim. Çka po du me thonë është që mendoj që secili grup i ka disa specifika të trajtimit që duhet mi pas parasysh si profesionist i fushës. Tash imagjinoj me coming out është një proces i daljes hapur, kur dikush flet hapurazi për seksualitetin e tyre. Pra është një proces goxha intim që psikologët vazhdimisht bojnë hulumtime rreth kësaj çështje. Dhe çka po du me thonë është një profesionist i cili nuk ka mujt me kryer këtë akademi, mund tash mos me ditë se çka është ky proces. Dhe s'mundesh me pas punë me një individ të tillë kur ti nuk mundesh me e ditë ç'është më çast që ti problematikë, ç'është më kuptu këtë problematikë më thellësisht. Nderum, kjo vetë kuptohet. Nuk mundesh ti qasesh një personi me autizëm njësoj sikur një personi rrjedhimisht për çfarë është akademia, është problematike. Jo, për faktin sepse po veçohet akademia. Ti vihet theksi, fundit e vetmja agjend, nëse mund ta quajmë kësaj, mund ta cilësojmë kësaj, si është cilësuar fundi në opinionin publik, që është dhënë kaq shumë theksi në këto vitet e fundit është kjo, agenda LGBT, duke i përfshirë, domethënë edhe përpjekjet. Ama secili departament unë po e shoh që kjo le të jetë ftesë me kriju akademitë të tyre për çështje specifike që ju interesojnë. Qoftë departamenti i psikologjisë deri nesër ta azon me pas një akademi profesionale që është më çast. Nuk bojnë atë shumë. Jo, Mendoj si përgatitja duhet të jenë universitare në kuadër të kësaj, nuk ka nevojë me pas platforma tjera. Mund të bëni një gjërmim shumë thjesht. Familjet që kanë persona me autizëm jetojnë shumë keq, trajtohen shumë keq. Nuk i plotësojnë, si më thanë, shoqëria, institucionet, nuk ja u plotësojnë kushtet minimale gati shumë herë. Që kjo është... A mund të krahasojmë autizmin me LGBT? Unë kërkoj ndjesë publike që po bëj këtë lloj krahasimi për shkak të debatit. Derisa këta vetë po më duhet po e krahasojnë ose në farë mënyre po krijojnë një ekstra një akademi për ta, vetë është ideja që fillimisht këta po e ngritin këtë çështje. Për shkak se ndoshta prapa këtyre iniciativa fundit qëndrojnë grupe me kuptimin të mbështetura financiarisht shumë mirë. Dhe ka një farë interesi që ky debat të bëhet sot këtu. Jo vetëm këtu, kam fjalën përgjithësi. Edhe ti vihet theksi kësaj kategorie. Ama unë e konsideroj që secili punëtor social ka një ekspertizë. Pra disa punëtor social janë më të mirë me fëmijë, disa janë me të burgosune, disa janë me grupe tjera të marginalizuar. Kështu që konsideroj që disa punëtor social për çfarë arsye tyne mundën me pas në universitet. Jo, ama për punës me ta, sepse punëtorët social, pra çfarë do të thonë, se është një punëtor social që ka dëshirë me qenë pak më profesionist në raport me personal LGBT, dhe ndoshta me punu kryesisht në fushën e të drejtave LGBT ose me personazhe të tilla përfundon akademinë. Mu për vete po më duket vetë si një shtesë universitetit. Dhe konsideroj që nuk duhet me pas vetëm këtë lloj akademi, mendoj që duhet me pas disa që masnjë zgjedhin vetë studentë ku po dojmë u interesu më shumë në cilë akademi. Po duhet me pas një uri generale për këto çështje, mendoj. Se duhet unë si psikologe mendoj si kjo kategori nuk ka nevojë për një qasje ndryshe. Ka shumë nevojë të trajtohet njëjtë. Kanë specifikat e tyre, do të thonë më intereson me specifikat, atë vetë kanë probleme që këtu po kërkohet një trajtim ndryshe ose ne jemi duke diskutuar për një trajtim ndryshe. Thjesht për informim, a duhet informohemi ne nga Big Brother se çka është, ti je gay apo çka është, ti je trans ose straight ose këto? Më falë, unë mendoj si neve... Seriozisht, sepse pastaj po mesin dorë të tilla reality show për të informuar. Mendoj si nuk jemi aq ignorante sa si jemi të informuar për këto kategori, se kanë qenë, kanë ekzistu. A mendojnë që nuk kemi qenë deri vonë shumë ignorant në këtë drejtim?
unë mendoj si nuk kemi qenë ignorant, po kultura edhe ajo padyshim që ka ndiku edhe njërë. Por, kjo nuk do të thot, patjetër, po neve kemi edhe plot grupe të tjera të shoqërisë që janë të diskriminum e që nuk ka nevoj mi u qasë ndryshe, po thjesht mi u qasë njejtë. Ne deri tash ju kemi qasë ndryshe. Nuk po dëshiroj me vënd theks. A jemi të informuar, Atifete, ju e një psikologe, a jemi ne si shoqëri mjaftueshëm të informuar edhe për LGBT, edhe për si trajtojmë një person me autizëm, edhe si trajtojmë një person me tjera çështje? Unë mendoj si ajo çfarë duhet një punëtor social, kur shkon, ne dim që shumë gra që janë single nana, kur shkojnë që në spitali ose dikon, edhe i thonë emri prindit, ja jep emrin e nanës, edhe i thotë jo zoj, e du emrin e prindit, se mendon që prindi është veç baba, edhe nana nuk e konsideron prind. A duhet ne këto probleme që ti te kalojmë, që ti mësojmë këto, se kjo është ignorancë shumë e thella. E kjo është ajo çfarë po them. Se duhet neve të diferencojnë një grupë. Neve në përgjësi duhet... Nuk është ideja me diferencu, është ideja ne a duhet të mësojmë. Pa tjetër që ne duhet të mësojmë. Jo si ti qasemi LGBT-s, po si ti qasemi edhe profesioneve të ndryshme, edhe fushave dhe çështjeve problemeve të ndryshme. Neve dim si paraprakisht duhet të mësojmë ti pranojmë secilin me veçoritë e veta. Ajo çfarë neve duhet të bëjmë. Tjetër, pa tjetër që neve duhet të qasemi në mënyrën e njëjtë edhe këtyne grupeve, pa i diskriminu. Për mua, vërtet është qetësuese, për shkak se nëse mendojnë si po i bojnë dirë këti grupi, po i bojnë dëm duke diskriminu. Unë e të një pyetje, në Departamentet Psikologjisë më intereson me ditë, qysh është e veçume, a mësohen se qysh me u trajtu gjithë pacientet njësoj, apo mësohen që janë problematika individualit se cilit prej tyne. Pra se nuk me thonë që traumat të jetës sa me njëta si t'juja, se cili kemi mënyrë tjetër. Pa tjetër, trajtimi gjithmonë është bile shumë individual, bile shumë pak mos thëmë s'ka literaturë se si duhet të trajtohet një individ. Për shkak se ka shumë dallime, së pari përveç si neve jemi të njëjtën kohë jemi shumë të ndryshëm. Ajo çfarë kemi kaluar, trauma fëmijëria jonë, personaliteti jonë, karakteri jonë, individualiteti jonë. Do të thotë, si secili klient trajtohet shpesh në mënyrë shumë specifike dhe shumë të njëjtë. As ka terapi të njëjtë për secilin. Është baza e terapisë, po jo në plotësi, për shkak të individualitetit. Një akademi e tillë që na mëson për personat LGBT me pas pak më shumë parasysh disa trauma më specifike që mund me pas si komunitet, a nuk është në hajrin ton që është mi trajtu këta shqiptar? Për shkak se neve kemi kategori të tjera të cilat janë shumë më traumatizume se kjo kategori. Po s'mendoj që është krahasimi. Jo duhet mu krahasu, për shkak se nuk është me prioritet kjo. Trauma e luftës është më rëndësi një traumë tjetër se s'ka, unë mendoj që atëherë duhet me prioritet gjithmonë. Iniciativa duhet të jenë me prioritet, kështu që duhet të jetë me prioritet kategori të tjera. Pra ndaj u mendoj, gjithë këtë prioritet që ju ka dhënë, u mendoj si është e kundërta e asaj edhe vërtet po i dëmtojnë këtë grupë. Mendoni, Topanica, që duhet të rhiqet kjo akademia po të vazhdoj si e tillë? Absolutisht, unë jam kundër iniciativave të ngjeshme që marrin kaq shumë vëmendjen, e ndërkohë, domethënë, në asnjë parametër Universiteti i Prishtinës nuk performon siç duhet. Unë thash do doja që kam shumë të qartë hallin e juaj edhe. Do doja që në një farë mënyrë studentët e Universitetit të Prishtinës të kishin shumë më tepër impakt në jetën tonë publike. Sfera po e politikës të kishte frikë nga potenciali i studentëve. Që shka pas dikur. Në një kontekst fragil, në një kontekst me kaq shumë kriza globale që afektojnë jetën tonë, që rrezikojnë në një farë mënyrë po ringjallën nacionalizmat në përkrejt vendet e botës. Ish dashur të shtrohet ku është interesi jonë primar. A do duhej që paramendoni para disa vitesh Departamenti i Letërsisë ka mbetur me 9 studentë. Nuk është bërë kaq shumë debat rreth kësaj çështje. Pse ka kaq pak interesim për studimin e disa fush veprimtarive? Shihni si të themi të rrezikshme? Nuk e shoh si të rrezikshme, e shoh si dështim të universitetit. Sepse është absurde të pyesësh nëse
departamenti psikologjisë, departamenti sociologjisë dhe fush veprimtaritë relevante në këtë rast nuk mësojnë për këto kategori gjinore e sociale kështu me radhë. Gjitha këto departamenti kanë përmbushur këto, edhe duhet për ndryshe ato pas kanë dështuar deri tash. Ne dim që pak edhe shoh profesionet apo iniciativat tilla shkojnë me një farë trendi. A u bë trend që gjithçka sillet rreth LGBT? Po, këtu do të thënë e merr motivin shumica e kritikës që adresohet institucioneve publike. Pse po e zëm universitetet edhe kolegjet private nuk e marrin këtë iniciativë, sepse ato janë të fokusuara në atë që kërkohet në treg, edhe e harmonizojnë kurrikulën e tyre me kërkesat e tregut. Por ndryshe do ta rrezikonin me veprimtarinë, sepse fundit shoqëria jonë mbetet në thelb konservatore dhe nuk ka asgjë të keq që është konservator në shumë pikpamje. Mirë po, ne duhet në një farë mënyrë paraprakisht ta shtërrim në debat siç duhet edhe në Parlamentin e Kosovës, i cili është gjysmë funksional që sa vite, edhe në shumë institucione tjera. Nëse kalon, atëherë mund të... Pra jo, po e shini këtë diskutim si qashtë që kojnë, ndërë më thënë që duhet me prioritizu gjana tjera? Unë po thëmë që në shumë aspekte tjera, universiteti për fat keq është ku është, edhe prandaj jam kundër kësaj lloj iniciative, sepse, siç e tha dhe psikologja, fundit i diskriminon vetë si kategori. Kaq. Nëse muna më vesh edhe për në fund, mund të shka që morë më shqipje ceka dhe më hirtë është bërë punën e pjesëmarrjes, se prapë thëmë gjithmonë diskutohet në rast që e kanë obligativë më marrë pjesë, po këtu edhe ceka të pjesëmarrja në këtë akademi është plotësisht vullnetare dhe bazohet në plotësisht në interesimin individual të profesionistëve apo studentëve të diplomuar në punë sociale dhe shërben si një burim shtesë mësimi, informimi dhe ngritje të kapaciteteve profesionale. Që ta nuk përshot, dhe më thonë, e kuptoj e halin e ju, e kuptoj që nuk ishtë gjasha një veçemi t'il, po për mua universitetet du të me pru sa më shumë kësi akademik, që letësh ftes edhe ku dy departamentet që studiojnë për mjedis, ta za me pas një akademi për ngroje globali, ku ti mësën pak më shumë si shmë qasi që ta. Pra unë nuk u vesi një ftes, mu angazhu të gjithë intelektualit edhe akademikët më shumë. Ju interesuar parrunin funksionin në universitetit në OJC? Atëherë kjo është dëshpruese nëse një student i cili diplomon në këtë shkencë nuk ka një hurit se si duhet të sillet si me LGBT-n, si me grupet të tjera. Prandaj nuk ka nevojë mendoj për një uri shtesë, sepse ai ishte dashur me qenë i gatshëm kur të diplomoj, tjetë i zotin në mënyrën edhe të di shumë mirë si të komunikoj me këto kategori. Jo, të gjithë kur kemi diplomuar, kemi qenë të gatshëm për treg të punës. Unë mendoj si kjo nuk ka të bëj me treg të punës, edhe mendoj si pa tjetër që në varësi të asoj arritjeve tua. Nuk ki nevojë ti për shtesë. Teorizë duhet edhe një praktik për ta. Pa tjetër që edhe ato ishtë është në kuadër të studimit t'jenë, pra ndaj nuk mendoj si ishtë është shtesë, unë mendoj si është e habitshme nëse mendojmë nuk e kisha marrë me mend si një student i cili diplomon në këtë shkencë të ketë nevojë shtesë të di si të sillet me kategori të caktuara. Prandaj për mua thjesht është dëshpëruese. Mirë, shpresojmë që të bëhet ajo që është më e mira për studentët, edhe pse jo edhe për akademitë të tilla nëse me të vërtet e dërgojnë në një tjetër nivel edhe Universitetin e Prishtinës. Urojmë që të realizohen ato kërkesa dhe dëshira edhe që janë ndoshta më të nevojshme edhe që është duke i kërkuar shoqëria jonë.